Në vitet e para të luftës së ftoftë, Shqipnia ishte shndruar në një prej vendeve më të izolume e të mbyllura të Evropës. Regjimi komunist kishte ndërtuar një sistem të hekur kontrolli, ku çdo lëvizje, vëzhgohej e çdo dyshim ndëshkohej pa mëshirë. Kufit ishin kthyer në pika vdekjeje, ndërsa brenda vendit sundonte një klimë frike që kishte dëpërtuar në çdo pore të shoqënisë. Në këtë realitet, shërbimet sekrete britanike dhe amerikane kishin bën plane të guximshme për me dëpërtuar në territorin shqiptar. Objektivi ishte i qartë: krijimi i bërthamave të rezistencës së armatosun. Këto operacione përfshinin burra të stërvitun, shumica prej tyne shqiptar në mërgim, që u hodhën në tokën e tyne me një mision të rrezikshëm dhe me një besim të thellë se po i shërbenin lirisë. Por realiteti që i priste ishte krejt tjetër. Që në hapat e parë, këto operacione nisën me dështime të njëpasnishme. Terreni i ashpër, mungesa e mbështetjes së organizuar brenda vendit dhe efikasiteti brutal i sigurimit të shtetit ishin një prej faktorëve. Por mbi të gjitha, një element i padukshëm e i pamëshirshëm kishte minuar gjithçka që në themel. Tradhtia. Në qendër të kësaj historie qëndron figura e Kim Philbit, një prej njerëzve më të besueshëm të shërbimit sekret britanik. Në pamje të parë, ai ishte pjesë e elitës së inteligjencës perëndimore, por në realitet ai ishte një agent i dyfisht që punonte për Bashkimin Sovjetik. Informacione që kalonin nëpër duart e tij vetëm sekrete nuk ishin. Planet e operacioneve, zonat e hedhjes, emrat e njerëzve, gjithçka përfundonte në anën tjetër. Përmes këtij zinxhiri të lartë tradhtie, sigurimi shqiptar ishte informuar pothuajse në kohë reale nga sovjetikët. Grupet që zbarkonin në Shqipni përballeshin me prita të përgatituna me saktësi. Shumë prej tyne arrestoheshin, të tjerë ekzekutoheshin. Të gjitha këto nuk ishin dështime operative, ishin goditje të drejtë për drejta mbi një përpjekje të organizuar për ndryshim të regjimit. Çdo operacion i dështuar forconte edhe më shumë kontrollin e regjimit dhe thellonte izolimin e vendit. Në të njëjtën kohë, krijonte një atmosferë edhe më të rëndë mosbesimi brenda shoqënisë shqiptare, ku frika dhe dyshimi ishin kthye në normë. Fati i atyne që u hodhën në Shqipni mbetet ndër faqet më të dhimbshme të kësaj historie. Shumë prej tyne hinë në këtë mision me bindjen se po kontribonin në çlirimin e vendit. Në vend të kësaj, ata u përballën me një realitet të pamëshirshëm, ku idealizmi u përplas me mekanizmat e fshehtë të luftës së ftoftë. Këto ngjarje nuk përfundojnë këtu. Ato shënojnë fillimin e një kapitulli të gjatë, me pasoja që do të ndiheshin për gjysmë shekulli. Në episodet që vinë, do të ndalemi mallësisht te këto operacione, te rrugët e infiltrimit, te emrat konkret dhe te dramat njerëzore që u zhvilluan në heshtje larg synit të botës. Sot të fokusohemi te njëna prej historive më të veçanta, te ekipi Pine Tree. Kjo histori
është e bazuar në dokumente të deklasifikume të CIA-s amerikane. Këto operacione zbulojnë nga afër mekanizmin brutal të një lufte të padukshme, ku njeriu përballej me sistemin, me terrenin dhe me tradhtin në të njëjtën kohë. Në ekipin Pine Tree bante pjesë Liman Peposhi me pseudonimin Little Pine dhe Tarivata me pseudonimin Big Pine. Dy figura që, ndryshe nga shumica e grupeve të tjera, nuk ranë kurrë të gjallë në duart e sigurimit, në një kohë kur pothuajse çdo infiltrues zbulohej dhe asgjësohej. Këto raste dëshmojnë se mbijetesa në atë terren nuk ishte çështje vetëm trajnimi, por edhe instikti, fati dhe vendimarrje të vështira. Zbritjet e tyre natën nga avion ushtarak, nga qindra metra lartësi, në terrene të egra e të panjoftuna, me mbi 20 kg pajisje në shpinë, nuk ishin thjesht operacione teknike. Edhe sot, me teknologji moderne, një zbritje e tillë do të konsiderohej operacion i rrezikut të lartë. Shtatë korrik, 1952. Një avion ushtarak qanë errësinën mbi Shqipëri, në një hapësinë ajrore që për regjimin ishte e shenjtë dhe mbrojtun me forcë. Në bord, dy parashutistë shqiptar, Liman Peposhi dhe Tahir Vata, të armatosun deri në dhamë. Ky mision, në letër duke i qartë, por në realitet ishte i mbushur me të panjohuna. Poshtë i priste dhapa përvëlluese e korrikut dhe një territor që ishte shndruar gjithi në sy e vesh nga sigurimi i shtetit, ku çdo lëvizje e huaj raportohej dhe çdo dyshim ndiqej deri në fund. Limani dhe Tahiri prej muesh ishin stërvit për këtë ditë, në kushte që kishin simulu në maksimum realitetin. Por askush nuk mund të simulonte presionin psikologjik të momentit, kur dera avionit hapet dhe përpara shtrihet vetëm ersina. Ndërsa avioni gjëmonte mbi qiell, trupi i tij dridhej nga turbulencat, brenda koha sikur nga dalsohej. Liman Peposhi dhe Tahir Vata bajnë përgatitjet e fundit, kontrollojnë çdo lidhje, çdo rrip, çdo detaj. Dhe mbas momentesh tensioni vjen sinjali. Dera hapet. Një shpërthim ajri i nxehtë hyn brenda. I pari hidhet Limani. Pas tij, pa hezitim, Tahiri. Rania e lirë është brutale. Ajri i nxehtë i përplas dhe i detyron me luftu për stabilitet në ajër. Për disa sekonda, gjithçka varet nga kontrolli i trupit dhe përvoja. Pastaj hapen parashutat. Goditja është e fortë. Trupin e përplas mbrapa, por menjëherë gjithçka ngadalsohet. Tani janë të varur mes qiellit dhe tokës. Poshtë, errësirë totale. Nuk dallohet as relievi, as drejtimi. Vetëm një lloj humnere zezë që sa vjen e bëhet më e frikshme. Zbritja duket e pafundme. Çdo metër që afrohet me tokën shton rrezikun. Limani përekipari tokën. Përplasja është e fortë, por reagimi i tij është i menjëhershëm. Çlirohet nga parashuta, e mbledh me shpejtësi, por mos me lanë gjurmë, dhe lëviz,
Pak qaste ma vonë, disa metra ma tutje, zbret edhe Tahiri. Frymari e thellë, por instikti u thot se diçka nuk shkon. U ishte thanë se do të hidheshin në zonën e Dacit, në Has, por terreni nuk përputhet. Kjo nuk është zona e planifikume. Brenda pak minutash e kuptojnë. Janë jashtë objektivit. Në fakt kishin ra poshtë golajve, disa kilometra larg pikës së caktueme. U deshtën rreth 15 minuta që Little Pine dhe Big Pine me rivu kontaktet me njëri tjetrin. Ko ma pas, ata dhanë sinjalin me dritë. Nga lartë, avioni përgjigjet. Kjo do të thoshte se koordinimi ende funksiononte. Presin furnizimet, radio, ushqime, pajisje, por çuditërisht nuk vjen asgjë. Në ato moment, misioni i tyre ndryshon karakter. Nga operacioni i planifikuar në mbjetesë, në një terren armiqësor, pa mbështetje, agimi i gjenë në kërkim, lëvizin me kujdes, kontrollojnë zonën, kërkojnë çdo shenjë të furnizimeve, asgjë. Rreth orës 6 të mëngjesit, ata hasin në një bari që flinte. Afrohen ngadalë dhe e zgjojnë. E pyesin. Ai përgjigjet shkurt, i rezervuar dhe shumë i friksuar. Nuk don me u përfshi. Kur i tregojnë se kush janë, ai heziton. Pastaj u jep lajmin që ndryshon krejt situatën. Paketat kishin ra në Katund dhe ushtria i kishte marrë. Pra, jo vetëm që furnizimet kishin dështue, por dikush i kishte prit. Kjo nënkuptonte se informacioni kishte rrjedh dhe se sigurimi i shtetit ishte informuar në detaje për operacionin. Që nga i moment, çdo lëvizje e tyre u zhvillu në një terren ku sigurimi mund të ishte një hap përpara. Tani e tutje, vazhdimi i rrugës bëhet edhe më i randë. Uria fillon me i godit, energjia bie, vendimarrja bëhet më e vështirë. Detyrohen me kërku ushqim. Afrohen afër një shtëpie. Aty përballen me disa djem. U kërkojnë bukë. Ata u përgjigjen se duhet me pyet babën. Në një moment deli zoti i shtëpisë. Ai refuzon në mënyrë agresive. Nuk ishte e lehtë. Ai e dinte se ndihma për ta mund t'i sillte vdekjen atij dhe familjes së tij. Kur Limani dhe Tahiri këmbgulen, ai e shpërsohet. Limani e kupton se nuk ka më kohë për negociata. Hin me forcë dhe merr një copë bukë. Nuk ishte akt grabitje në kuptimin e zakonshëm, por akt mbijetese në rrethana ekstreme. Në ato moment, nuk ekzistonin rregulla shoqërore, vetëm instikti për me mbijetu. Sigurimi i kishte paralajmëruar. Kushdo që i ndihmonte, nuk do të mbete më gjallë. Dhe kështu, pa furnizime, pa mbështetje, të zbuluam që në fillim dhe të rrethuam nga një rrjet i madh frike që kontrollonte çdo lëvizje, Little Pine dhe Big Pine vazhdojnë rrugën e tyre, misionin e tyre, në kërkim të lirisë, të një vendi që kishte rrahë nën kthetrat e komunizmit. Misioni tashmë nuk ishte vetëm politik dhe ushtarak, ishte një përplasje drejt për drejt mes njeriut dhe një sistemi që kishte vendos mos me lan asnjë hapësinë për mbijetesë. Dhe pikërisht në këtë përplasje fillon pjesa më e rëndë e historisë së tyre. Dhe këtë histori do ta sjellim te ju në episodin e dytë. Deri atëherë, mirupafshim.